Ata sulmuan një operativ të forcave speciale në pension, pa e ditur se ai është një vrasës i pamëshirshëm. Në skenën hapse, ne njihemi me Semin, një snajper në një mision për të vrarë një kryetar bashkie të korruptuar. Semi nuk është vetëm, ati bashkohet një vëzhgues dhe shok, Ken. Zbulohet se Semi dhe Ken dikur ishin antar të forcave speciale britanike, por tani punojnë për një kompani private ushtarake. Dërsa presin që të mbërrijë objektivi tyre, Semi dhe Ken diskutojnë ekzistencën e Zotit. Sipas Semit, Zoti nuk ekziston kur dhe kur njerëzit vdesin, jeta zhduket. Megjithatë, Ken beson në Zot dhe në një jetë të përtejme. Pasi diskuton këtë, Ken zbulon se ka rezervuar një hotel në Amsterdam për 2 javë në vazhdim. Ai e bëri këtë sepse ai dhe Semi nuk kishin bërë pushime së bashku për një kohë të gjatë dhe tërheqja e grave në Amsterdam ishte jorse. Duke dëgjuar këtë, Semi thotë se nuk mund të premtojë se do të jetë atje. Menjëherë pas saj, shënjestra e tyre kryetari i bashkisë mbrin, kështu që Semi dhe Keni përgatiten me nxitim. Demonstruesit të mblidhen para zyrës së kryetarit të bashkisë, të vetëdijshëm se ai ishte i korruptuar dhe drejton një biznes të palishëm armatimesh. Megjithatë, para votuesve të tij, kryetari i bashkisë takon paturp gruan e tij, duke shpërfillur turmën.